Cilësia e dobët dhe mungesa e sigurisë në farnat që kultivohen janë kthyer në një problem për fermerët e zonës së Myzeqes. Veç cilësisë ata ankohen edhe për çmimin e lartë të produkteve që u duhen për të kultivuar kulturat bujqësore. Një tjetër problem mbetet edhe mungesa e sistemit të vaditjes. Farat asnjëherë nuk kemi cilësore. Na shprehtuar gjithmonë që do vadite me ujë të ëmbël, do bëjmë atë, do bëjmë këtë, do marrim ujë nga fana në çdo elektorat. Fundit, kur vjen përfundimi, neve akoma mundohemi të vaditim me ujë të kripur. Me vështërsi, shumë vështërsi kemi në drejtim fanave, në drejtim shumë gjëra plerave, ka vështërsi. Ne s'kemi shteti, nuk ve absolutisht dorë dhe nuk ka garanci tek farnat. Ne më i marrim vetëm tregtëzi. Sipas fermerëve të zonës, shumë prodhime bujqësore shkojnë dëm, pasi ata nuk gjejnë treg për t'u shitur dhe detyrohen t'i hedhin. Kjo i dëmton ata ekonomikisht dhe nëse dështojnë 1 apo 2 herë në shitje, janë të destinuar të falimentojnë.